Përshëndetje të dashur nxënës, jemi sërish së bashku. Ajo çka do të rikujtojmë në orën e sotme janë gjymtyrët e dyta. Pra, jemi në sintaks dhe kursesi që nuk mund të kuptohet që të bëjmë një përsëritje dhe mos përmendim gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta. Atëherë, I shikojmë me kujdes gjymtyrët e dyta, I rikujtojmë ato. Gjymtyrët e dyta kemi thënë që kanë një, të themi, një funksion plotësues në fjali, sepse fjalia, nëse ka gjymtyrët kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin, na arrin të na përçojë një mendim, por ndërkohë që ajo pasurohet më tepër nëse ne kemi gjymtyrët e dyta. Konkretisht, kundrinori I drejtë është një gjymtyrë e dytë e fjalisë. U përgjigjet pyetjeve kë, cilën, çë dhe çfarë. Shprehet me emër në rastën kallëzore pa parafjalë. Dielli ngrohte tokën, pra cilën tokën. Për emër në rastën kallëzore, të gjithë e kujtonin atë me mall, pra kë, atë. Me një grup emror. Nxënësit vizituan qytetin e Krujës. Kundrinori I drejtë mund të shprehet vetëm me trajtët të shkurtër në rastën kallëzore, e thirrën në drejtori, ose me pjesë të nërenditur kundrinore, dhe ne këtë gjë e kemi theksuar dhe e kemi përmendur tek fjalia e përbërë me nërenditje ftilluese, pra pjesa e nërenditur kryen funksionin e një kundrinori. Konkretisht, thonë se ky dimër do të jetë I ashpër, pra cilën gjë thonë, kë gjë thonë se ky dimër do të jetë I ashpër. Gjithashtu theksojmë që kundrinori I drejtë është një gjymtyrë e domosdoshme në fjali. Kalojmë tek kundrinori I zhdrejtë, dhe kemi thënë që kundrinori I zhdrejtë ndahet në kundrinori I zhdrejtë pa parafjalë dhe me parafjalë. Kundrinori I zhdrejtë u përgjigjet pyetjeve kujt, cilit, cilës, cilëve, cilave. Pra shohim që shprehet me emra, me përemra, me grup emror të rasës dhanore. Pra, shprehet me emër në rasën dhanore plus trajtët të shkurtër. Pra, gjithmonë duhet kemi parasysh që kundrinori I zhdrejtë pa parafjalë gjithmonë shoqërohet me trajtën e shkurtër. Djali I thirri nënës. Me përemër në rasën dhanore plus trajtët të shkurtër. Ati nuk po I rrihej më aty. Me grup emror plus trajtët të shkurtër, ai u besonte fjalëve të babait. Cilave pra? Atyre fjalëve të babait. Vetëm me trajtët të shkurtër në rasën dhanore, I dukej si një mrekulli, gjithçka që po ndodhte. Kujt? Ati. Kundrinori I zhdrejtë me parafjalë. U përgjigjet pyetjeve nga kush, nga se, me kë, me çfarë, për kë, e të tjera. Pra, siç e shihni, parafjala është ajo që qëndron gjithmonë para këtij kundrinori, me të cilën nis gjithashtu edhe pyetja. Shprehet me emër, përemër ose grup emror me parafjalë. Për shembull, nëse do të jepnim këto fjali, do të shohim që aty kemi kundrinor të llojeve të ndryshme. Konkretisht, jeta nuk mund të njihet nëpërmjet librave. Pra nëpërmjet cilëve, nëpërmjet librave. Kemi një kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. Atë duhet ta jetosh e ta përballosh me sfidat e saj. Pra cilën? Atë. Kemi një kundrinor të drejtë të shprehur me përemër. Duhet ta jetosh e ta përballosh me sfidat e saj. Me cilat? Me sfidat e saj. Në këtë rast kemi një kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. Jetës duhet I paraprish, ta drejtosh në krahun e duhur. Cilës? Jetës. Në këtë rast kemi një kundrinor të zhdrejtë pa parafjalë. Përpos gjithçkaje, ajo është e bukur. Përpos cilës, përpos gjithçkaje, në këtë rast kemi përsëri një kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. Përcaktorët. Përcaktorët janë përsëri gjymtyrë të dyta në fjali. Dhe siç kemi thënë, sepse është një koncept të cilin e kemi
parë e kemi studiuar, përcaktorët ne i ndajmë në përcaktor me përshtatje, me drejtim dhe me bashkim. Shohim konkretisht përcaktorin me përshtatje, i cili shprehet me ato pjesë ligjërate që përshtaten në numër, në gjini dhe rase me emrin bërtham, të cilët mund të jenë mbiemra të nyshëm ose të panyshëm, për emra dëftor, pronor, të pacaktuar, pyetës ose dhe numëror. Përcaktori me drejtim shprehet me emër ose për emër, rasa gjinore, kallëzore, rrjedhore, pa parafjalë. Përcaktori me drejtim shpreh gjithashtu me emër ose grup emëror, rasa emërore, kallëzore, rrjedhore me parafjalë. Pra, ka raste të caktuara kur përcaktori me drejtim shprehet me për emër. Për shembull, fëmijët shikonin detin, valët e të cilit preknin bregun ngadalë. Përcaktori me bashkim shprehet me ato pjesët të ligjëratës që nuk ndryshojnë gjatë përdorimit. Pra, me ndaj folje, me numëror, me përemra pyetës të pacaktuar, formë të pashtjelluar foliore ose me grup emëror. Drita gazmore e hënës lodronte mbi valët ledhatore të liçenit. Sa ëndra të bukura kishte thurur ajo vajzë për jetën. Dëshira për të mësuar e kishte ndihmuar të ecte përpara. Çdo njeri duhet të jetojë i lumtur. Pra, i shohim konkretisht këta përcaktorë se si janë lloji i tyre dhe me se janë shprehur. Pra, kemi përcaktor gazmore e hënës, ledhatore të liçenit, sa të bukura, ajo për të mësuar dhe çdo. Dhe konkretisht kemi gazmore, kemi një përcaktor me përshtatje i cili është i shprehur me një mbiemër. Dhe konkretisht e hënës një përcaktor me drejtim me emër në rasën gjinore. Ledhatore me përshtatje sepse është një mbiemër. Të liçenit përcaktor sa është një përcaktor me bashkim, ndërkohë që të liçenit me drejtim sepse është në emër në rasën gjinore. Të bukura është një mbiemër, ajo është një përemër, për të mësuar është një përcaktor me bashkim i cili është i shprehur me një, të themi, me një formë të pashtjelluar. Dhe çdo është përsëri me bashkim me një përemër të pacaktuar. Përcaktori kallëzuesor, patjetër që nuk mund të lihet pa u përmendur. Përcaktori kallëzuesor, ne kemi thënë që ka një lidhje të dyfishtë, si me foljen, me kallëzuesin, ashtu edhe me kryefjalën dhe me kundrinorin e drejtë ose të zhdrejtë. Lidhet pra me kryefjalën dhe kallëzuesin, i përgjigjet pyetje si dhe çfarë. Shprehet me emër të pashquar, me mbiemër, me grup emëror ose me shprehje frazeologjike, të paraprirë nga lidhza krahasore si ose nga pjesëza për ose nga parafjalët në, me, pa e të tjera. Për shembull, kemi të themi përdorime të përcaktorit kallëzuesor. Për shembull, ai u emërua mësues. Pra kemi një përcaktor kallëzuesor të kryefjalës. Atë e emëruan mësues. Në këtë rast kemi një përcaktor kallëzuesor të kundrinorit të drejtë. Statuja dukej e lartë. Kemi përsëri një përcaktor kallëzuesor të kryefjalës, por në këtë rast është i shprehur me një mbiemër. Vajza i kishte flokët të verdhë. Të verdhë është një përcaktor kallëzuesor i kundrinorit të drejtë. Duhet patur parasysh që për të dalluar përcaktorët kallëzuesor nga përcaktorët e tjerë, na shërben rendi tyre. Për shembull, nëse do të kishim këtë fjali, vajza kishte flokët të verdhë. Pra flokët të verdhë ndërton një grup emëror, çka do të thotë që kemi të bëjmë me një përcaktor të thjeshtë. Dhe ai nuk mund të ndahet nga emri bërthamë. Ndërkohë që vajza e kishte flokët të verdhë, kemi të bëjmë me një përcaktor kallëzuesor, i cili mund të lëviz lirisht në fjali. Të verdhë i kishte vajza flokët. Pra pikërisht kjo gjë bën ndryshimin ndërmjet përcaktorit të thjeshtë dhe atij kallëzuesor. Pra, përcaktori ka rend të ngulitur, nuk mund të ndahet nga emri bërthamë, ndërkohë që përcaktori kallëzuesor lëviz lirisht në fjali. Pra, këtu kemi, të themi, shembuj me përcaktor kallëzuesor, qofshin ato të kryefjalës ose të kundrinorit të drejtë.
Ndërkohë që ai rrinte gjithunë dhe buzë, kemi një përcaktor kallëzuesor të kryefjalës të shprehur me një shprehje frazeologjike. Foljet që marrin përcaktor kallëzuesor, kemi thënë që janë një kategori e caktuar foljesh: kam, bëj, bëhem, gjendem, gjej, zgjidhem, zgjedh, emërohem, emëroj, dukem, betem, nderohem, ndjej, ndihem. Gjithashtu çfarë duhet theksojmë? Te kjo fjali, ai mbahej për trim, ai mbahej si trim, ai mbahej trim. Pra, gjithmonë ndodh që përcaktori kallëzuesor ngatrohet me rrethanorin e mënyrës. Por çfarë bëjmë ne për të mos e ngatruar? Pra, përcaktori kallëzuesor ngatrohet tha me rrethanorin e mënyrës. Te përcaktori kallëzuesor, lidhza si dhe pjesës për mund të këmbehen me njëra tjetrën, ose mund të mos jenë fare. Për të dalluar pra përcaktorin kallëzuesor. Ndërkohë që kjo nuk ndodh tek rrethanori i mënyrës. Pra, për dhe si mund të këmbehen ose mund të hiqen fare dhe përsëri fjalia ka po të njëjtin kuptim. Ndërkohë që te rrethanori i mënyrës kjo gjë nuk ndodh, sepse prishet kuptimi i fjalisë. Gjithashtu kemi ndajshtimin. Ndajshtimi është një lloj përcaktori. Kemi ndajshtim të veçuar, saktëson emrin bërthamë ose për emrin dhe ndahet me presje, ose ndajshtim të paveçuar i cili qëndron para gjymtyrës që përcakton dhe nuk ndahet me presje. Zakonisht qëndron pas gjymtyrës që përcakton. Vihet para kur shprehet një emër që tregon titull, profesion, marrëdhënie farefisnie, detyrë, shkalla, pozitë shoqërore ose grad, pra vihet gjithmonë përpara këtij emri, ndërkohë që mund të vihet pas kur shkruhet me emër të përveçëm që tregon cilësi, lloj, vend, titull, gazete, titull vepre, emërtim, institucion, ose kur ndiqet nga emrat, fjalë, thirrje, emër, koncept e të tjera. Atëherë, shprehet me emër të pashquar në rasën emërore, me emër të shquar, me emër të përgjithshëm, me përemër, mbiemër të emërzuar ose grup emëror. Atëherë, shohim disa shembuj për ndajshtimet, pra me se janë shprehur ato. Italia për ne është vend fqinj, pra shohim që ndajshtimi është i shprehur me një emër të pashquar në rasën emërore. Shkrimtari Ismail Kadare është përkthyer në shumë gjuhë të huaja. Në këtë rast, Ismail Kadare është i shprehur me një emër të përveçëm. Nën Tereza është shqiptare me një emër të përgjithshëm. Ju mjekët shpëtoni jetën njerëzish. Mjekët është një ndajshtim i shprehur me një emër të shquar. Si ju të vegjëlit, edhe ne të rriturit bëjmë gabime. Në këtë rast, të vegjëlit dhe të rriturit janë ndajshtime të cilat janë të shprehura me mbiemra të emërzuara. Inxhinier Agroni punoi shumë për këtë projekt. Kemi një ndajshtim të paveçuar që qëndron përpara emrit dhe që shpreh profesion, pra emër që shpreh profesion. Esteri, vajza ime vogël, është shumë e dashur. Në këtë rast, kemi një ndajshtim të veçuar që është vendosur në mes të presjeve. Romani Kush e solli Doruntinën u pëlqye shumë, pra kemi një titull vepre i cili vendoset, padyshim, nërmjet thonjzash. Sheshi Nën Tereza ishte mbushur plot me njerëz. Në këtë rast kemi një emërtim vendi. Xhaxha Petriti u shfaq me një herë në derë. Xhaxha kemi të bëjmë me një emër i cili shpreh marrëdhënie farefisnie. Rrethanorët, pra nuk duhet kurse si të lihen pa përmendur rrethanorët. Rrethanorët ne i ndajmë në rrethanor vendi, kohe dhe mënyre. Rrethanori i vendit tregon vendin e kryerjes së veprimit. Gjendet me pyetjen ku, për ku, deri ku, nga, që nga, prej nga. Shprehet me ndajfolje, emër, për emër, grup emëror. Dhe gradualisht ju do t'i shihni të gjithë rrethanorët dhe do t'i rikujtoni. Rrethanori kohës që tregon kohën e kryerjes së veprimit dhe gjendet me pyetjen kur. Rrethanori mënyrës tregon mënyrën e kryerjes së veprimit ose cilësinë e tij dhe gjendet me pyetjen si, qysh, në ç'mënyrë. Rrethanori i shkakut tregon shkakun e kryerjes së një veprimi, gjendet me pyetjen pse, për çkak, nga çkak. Rrethanori i qëllimit
tregon qëllimin e kryerjes së veprimit, gjendet me pyetjet përse dhe për ç'të qëllim. Dhe rrethanori i sasisë tregon masën e kryerjes së veprimit, të gjendjes, të kohës ose të hapësirës. Gjendet me pyetjen sa. Dhe do të shikoni gradualisht se me çfarë shprehen ata dhe gjithashtu duhet që në tekste të ndryshme ju të gjeni gjymtyr të dyta dhe ti dalloni dhe ti klasifikoni ato sipas llojit të tyre. Atëherë, në qoftë se do të bëjmë një ushtrim të tillë, dalloni në tekstin e mëposhtëm gjymtyrët kryesore dhe ato plotësuese. Pra, kemi parasysh kryefjalën, kallëzuesit, kundrinorët, përcaktorët kallëzuesor ose rrethanorët. Nata po afrohet. Dritat e ditës treten ngadalë mbi tjegullat e shtëpive. Një ngjyrë manushaqeje i mbështjell ato plotësisht. Pastaj nuancat e ngjyrës ndryshojnë. Hijet bëhen më të dendura, më të zeza. Nata bie mbi liçen, mbi mal e kudo. Dhe kjo panoramë është e mahnitshme, çdo kush do të ndihej romantik. Atëherë, shohim që tek ai tekst ka kryefjalë, nata, dritat, një ngjyrë manushaqeje, pra e kemi vendosur kryefjalën, emrin për thamë dhe përcaktorin, tek përcaktori kemi vendosur pikërisht manushaqeje. Nuancat, hijet, nata, panoramë dhe çdo kush që kryen funksionin e kryefjalës. Kallëzuesit afrohet, treten, mbështjell, ndryshojnë, bëhen, bie, është e mahnitshme, pra që kemi të bëjmë me një kallëzues emëror në këtë rast. Do të ndihej, kundrinorët i dhe ato, rrethanorët ngadalë, mbi tjegullat e shtëpive, plotësisht, pastaj, mbi liçen, mbi mal, kudo. Pra shohim që ka rrethanor vendi, rrethanor kohe, rrethanor mënyre. Tek përcaktorët e ditës, pra dritat e ditës, ngjyrë manushaqeje, nuancat e ngjyrës. Kjo panoramë. Pra i kemi vendosur në tek përcaktorët. Dhe përcaktorët kallëzuesor, më të dendura, më të zeza dhe romantik. Atëherë, ju do të bëni një përshkrim. Pra, të përshkruani perëndimin e diellit mbi një mal apo det. Është një panoramë e jashtëzakonshme, qoftë në mal, qoftë në det. Dalloni në të gjymtyrët e dyta dhe klasifikojeni ato sipas funksionit. Pra duke i ndarë në kundrinor të drejtë është drejtë, në rrethanor, përcaktor, kallëzuesor. Unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë.